Shqipëria nuk ishte kjo që kemi sot, që shkon për 1 orë nga Durrësi në Vlorë. Atëherë ishte dashur me ditë aty, për duke udhëtuar me kuaj. Imagjinoni, ishte moçal, ka qenë këneta pjesa e ulësirës perëndimore. Dhe shira të mëdhenj kështu me radhë që pasqyrojnë pak ai filmi, por ka qenë më vështirë se aq. Mezi arritën në Vlorë dhe kështu që ishte një sakrificë e madhe. Dhe trashëgimia e Skënderbeut, ai e përmend në momentin që ngre flamurin dhe thotë për jetimin që ai ndian, thotë, më dridheshin duar, thotë, më mbushën syt me lot, më duk sikur shpirti i heroit, thotë, pas 500 vjetësh, thotë, zbriti në Vlorë. Pra dhe patjetër që ka qenë një model frymëzimi. Çdo lider i madh ka një model ku frymëzohet. Nuk diskutohet që Ismail Qemali gjente frymëzim te Skënderbeu. Ai lexonte shumë edhe Plutarkun, me ato heronj e antikitetit. Plutarkun ju e dini ka bërë një nga ato veprat e shquara, më të lexuara nga liderët për gjithë historisë, ku flet për jetën e njerëzve të shquar të antikitetit, dhe atë e kishte shumë qejf Ismail Qemali, u gjendën në momente të vështira e lexonte. Por patjetër që Gjergj Kastrioti Skënderbeun ai dhe veprën e tij ai vlerësonte shumë. Dhe ka një ngjashmëri, po ti shikon, të dy njeriu internua, njeriu mor peng, që fëmijë, që të vegjël. U ritën si zyrtar Osman me vlerat e jashtëzakonshme, dhe Skënderbeu nuk ishte thjesht vetëm, pavarësisht se ishte kohë shpatës mesjeta, po ishte edhe njeri i mendjes, ishte një diplomat i jashtëzakonshëm, siç ishte edhe Ismail Qemali. Pra, këto element, Ismail Qemali, këto aftësi që kishte, dhe këtë frymëzim që gjendet te figura e Gjergj Kastriotit, e vuri në shërbim të kauzës shqiptare. Dhe kjo figura e Skënderbeut e mbajti gjallë ëndrrën e shqiptarëve, ëndrrën evropiane do ta quaj. Pra ne nuk humbëm, kishim një busull ku orientuam që rrezikuam ta humnim, sepse kuptohet kultura jon ishte 400 vite, nuk janë pak, 500 vite të rish pushtuar, të rish në ignorancë, se nuk kishim as shkolla, nuk kishim as zhvillim arsimor, asnjë gjë. Pra ishin këto elita që arritën ta marrin gjallë, ishin arbreshët që arritën ta marrin gjallë figurën e Skënderbeut dhe të na i risillnin në atë formë, dhe këto rilindasit ta risillnin për shqiptarët, ta zbulonin pra që ne jemi shqiptar, mos ta harrojmë kush jemi. Nuk jemi as turq, nuk jemi as slav, nuk jemi as grek, jemi shqiptar. Kemi një gjuhë tonë, kemi një traditë tonë, kemi na kombet më të vjetra të këtij rajoni, pra të Evropës, dhe këtë thot Ismail Qemali, jemi nga kombet më të vjetra, më fisnike të Evropës, dhe duhen ndihmuar shqiptarët, dhe meritojnë shansin thotë që të krijojnë shtetin e tyre. Dhe patjetër që në sajt leadershipit të tij u bë e mundur. Dhe mendoj që roli i tij është i jashtëzakonshëm. Patjetër është dhe vendimtar, mendoj unë. Nuk e di se kush mund ta bënte tjetër. Nuk mendoj se kishte njëri forcën apo mund ta bënte dot më mirë se ai. Nuk e bënte dot njëri në gjithë udhëheqësit shqiptar të asaj periudhe. Dhe tentuan edhe të tjerë, por nuk arritën. Dështuan, domethënë nuk e bën të mundur. Ismail Qemali i vuri gjitha, siç e thash dhe më parë, i vuri gjitha aftësitë, mundësitë, njohjet në shërbim të kauzës, dhe nuk kishte xhelozi që dhe sikur të bëhesh më parë, të mblidhesh kuvendi dhe pas qenë ai prezent, shqiptarët tentuan në Shkup me kryengritje dhe më por nuk arritën ta bënin. Nuk arritën të gjenin sensin e gjës së përbashkët. Kështu që u desh ai leadershipi i tij që ta bënte të mundur këtë gjë dhe të vinte në vend, thash edhe një tjetër, trashëgimin e Gjergj Kastriot Skënderbeut, pra që ajo mos të humte, mos të shkonte dëm. Sepse për herë të parë në shqiptarët se flitet për shtetin e Skënderbeut, por realisht ju e dini si funksiononte mesjeta, nuk ishte nocioni i kombit që kemi sot. Janë të tjera koncepte në mesjet, dhe kemi ato qytetet shtete e kështu me radhë. Ishte lufta, pastaj kryqëzatat, lufta fetare kështu me radhë, nuk ishte njëjti nocion, pra në kombet moderne fillojnë në shekullin 19. Kështu që në atë moment, nëse ne do humnim të shans, nuk e bënim dot më. Është me kohë, historia zhvillohet në momente të caktuara, duhet gjendesh i përgatitur kur ndodhin ngjarjet. Ndodh brenda sekondit, brenda ditës. Shqiptarët e kapën. Në momentin e fundit ama e kapën. Trenin e fundit, si më thënë, në sekondat e fundit ama e kapën. E ngulëm atë gozhdën edhe nuk ishte më e bëri faktin e kryer dhe ai këtë donte të bënte. E dinte që ishte një mision thuajse i pamundur, por arriti ta bënte. Arriti ta bënte pavarësisht se çfarë thoshin tjerët. Pra, tani sot thonë që apo do ta kishte bërë ky, po janë këto frymat përçarse, frymat e ndasive që duan të krijojnë dy kombe. Ne ju shikoni teoritë që na vjen nga Kosova, po kemi edhe këtu në Shqipëri ndonjë që thotë kemi kom kosovar, ku ka kom kosovar, kush janë këto që këta janë të pa bes, të pa fe, këta nuk janë shqiptar këta që ndryn këto teori. Nuk janë shqiptar, vetëm shqiptar s'mund të quajmë. Ata janë anti-shqiptar, janë të thjesht përçojnë teoritë e armiqve tan, edhe sot. Pra thon kom Kosovë, ku ka kom Kosovë? Ne jemi shqiptar, pavarësisht se për arsye të caktuara kemi dy shtete. Ndodh kjo, nuk është vetëm në rastin tonë. Kemi pas Gjermaninë deri para pak vitesh, ishin dy Gjermani, dy shtete. Çfarë do thotë kjo, që ishin kombe të ndryshme? Jo.
Dhe ne jemi një komb, ama jemi dy shtete, nuk e di çfarë mund ndodhë të ardhmen. Kemi qenë dhe të ndarë në shtete të ndryshme, siç kemi prapë shqiptarë që jetojnë në shtete tjera, por ama nuk jemi kombe të ndryshme. Patjetër që shtetësia është një nocion tjetër, dhe është shtetësia kosovare sot, por jo kombi. Dhe figura që na bashkojnë si shqiptarë janë këto. Pra më unifikueset mendoj unë është Gjergj në politik po flas, është Gjergj Kastriot Skënderbeu, që është në mesjet, është pak larg, por pastaj është Ismail Qemal Vlora. Është dhe Nën Tereza si simbol universal, por e kanë të gjithë atë, se nuk ata ka shkuar për te shqiptarëve, patjetër që njerëzit e mëdhenj thuhet që ju takojnë gjitha kombeve. Dhe çdo komb që nxjerr njerëz të mëdhenj i bën shërbim njerëzimit. Dhe figura e Ismail Qemalit, unë po përgatis ta shih librin në anglisht dhe një version patjetër më të shkurtuar, shumë më konciz për audiencën europiane, për të njohur figurën e tij, sepse e thash edhe një herë tjetër, njerëzit e mëdhenj Zoti i krijon thuhet jo për nevojën e një kohe dhe të një kombi, po për nevojën e të gjitha kohërave dhe të gjithë kombeve, sepse janë shembuj që i shërben gjithë njerëzimit. Kështu që edhe shembulli Ismail Qemali dhe leadershipi i tij ju shërben dhe kombeve të tjera për ta njohur, sepse ishte një personalitet thash i kalibrit evropian, ishte një njeri i dy botëve. Ai njifte në mënyrë të shkëlqyer perandorinë osmane, por dhe politikën evropiane, dhe arriti që të kombinojë këtë këndvështrim që ai kishte unik, duke parë të dy botët, dy politikat, i duke njohur shumë mirë, arriti ta vinte në funksion të çështjes shqiptare, ndërtoi një strategji dhe mori vendime që lanë gjurmë në historinë e Shqipërisë dhe në historinë e zhvillimeve ndërkombëtare. Kështu që të Evropës, pra ndërtoi një shtet, nuk është gjë e vogël të ndërtosh një shtet. Kështu që ju e dini atë historinë se thuhet, po do ta kishte bërë një tjetër se bëri ky ta bërë një tjetër. E dini atë historinë me Kolombin që mori vezën edhe i thoshin kush e vë këtë vezën të qëndroj. Edhe asnjëri se bënte dot. E bëj unë thaj, edhe e thyeu, po këtë e bënim gjithë. Apo Aleksandrin e Madh, ishte nyja e famshme. I thoshin kush e zgjidh të nyje do sundoj botët. Venin gjithë azinin se ja gjenin dot. I futi një shpatë ai nyjes e çau, tham po këtë kishin bërë. Edhe kjo puna e pavarësisë. Dhe ajo historia që unë e kam përmendur edhe në shkrim edhe në libër. Pra, Ismail Qemali shembulli i tij është edhe tek dorëheqja, domethënë fisnikëria e shpirtit të tij e leadershipit të tij, pra që nuk e shikonte pushtetin dhe prandaj i mban mend historia këta njerëz. Nuk hyet në histori me zor, në histori hyet me vepra, hyet me trashëgimi shpirtërore, kulturore. Pra, ai nuk e shikonte pushtetin si një synim, siç e shohin sot në shembulli i politikës sotme, është më shumë shembulli i Esat Toptanit se sa Ismail Qemali. Kjo ka qenë historikisht, nuk është kollaj, domethënë sharlatani thuhet thot Carl Sagan. Po sharlatani po mori pushtet mbi ne, nuk ta jep më kollaj, nuk ta kthen më mbrapsh. Harroje, domethënë. Ai bën mashtrimet, e bën si gjë të zakonshme mashtrime, nuk kuptohet më çfarë është e vërtetë, çfarë është mashtrimi dhe sharlatani zotron, bizotron. Historikisht të kemi pas ne pak a shumë. Ismail Qemali dha dorëheqjen, dha shembullin që nuk është pushteti synim vetvete, është interesi kombëtar, është Shqipëria mbi të gjitha dhe Ismail Qemali nga njëra anë dhe antipodi i tij Esat Toptani një ignorant, një njerëz që dhe babës tij donte vinte flakën, po të shikoni çfarë shkruan Mitat Frashi apo të tjerë për historinë e tij, njeri pa skrupull. Dhe babait donte vinte njerëz zjarri. Po me terror sundonte në këtë Shqipërinë e mesme, në Tiranë, në Durrës, se Krujku kishte këtë influencë. Dhe vin në momenti i famshëm që akuzojnë Ismail Qemalin dha dorëheqjen, se ai u rikthye, dha dorëheqjen dhe u rikthye prapë. Edhe në janar në qershor u rikthye në Shqipëri, erdhi në Vlorë, sa po filloi dhe lufta ballkanike, ishte Princ Vidi këtu akoma. Dhe për të rënë shkurt, pra dha dorëheqjen si ajo dashuria e madhe, unë e kam treguar dhe do ta tregoj se është një histori shumë e bukur që na vjen që nga dhe kjo është në antikiteti ose edhe më herët se kaq përmendet edhe në Bibël. Pra historia e mbretit Solomon, pra dy nënat, kishin dy fëmijë foshnjë, i humbi njërës fëmija në një përmbytje dhe ishin disa ditëshe. Dhe tjetra thotë që është imi ai, edhe kjo thotë, e dinë që kishte cane, thotë po jo është imi, zien. Dhe vende mbreti Solomon, nuk e zgjidhte dot njeri, thotë, si do ja bëjmë, i thon mbret se këto nuk e ndajnë, thotë është jo imi. Thotë ai, ma jepni se e zgjidhun. Çoj fëmijën këtu, thotë, do ta ndaj mes fëmijën, thotë, se nuk ka zgjidhje kjo punë, gjysmën do ta marr njëra nën, gjysmën tjetra. Nëna e vërtet të rishet, thotë, jo, nuk le ta mbajnë tjetra, thotë gruaja tjetër, thotë, nuk e dua unë. Po thotë ajo se është fëmia ime. Atëherë mbreti e kupton se kush ishte, kush e donte më shumë fëmijën. Pra ai që lëshoi pe në këtë rast, që ajo nën që e donte me shpirt, dhe Ismail Qemali e donte me shpirt Shqipërinë. Dhe nuk e kishte synim që të mbante postën e kryeministrit Jara Shevdiqa.